duke jetu në kohën kur kemi ma shumë informacione se kur, për qenë të sinqert me veten, jemi më të pavetëdijshëm se kur, mbas edhe më të painformuar se kur. Për faktin që jo gjithçka është e qartë, ndoshta fjala hutim e përshkruan mas miri këtë situatë. Qysh po shpërndahen informatat, si edhe pse është e rëndësishme që ti konfirmojmë ato informata nëse janë apo nuk janë të vërteta, gjithçka që lidhet me manipulimin e informacionit, fake news dhe çrregullime tjera të informacionit, do të flasim me profesorin Alban Zeneli. Përshëndetje, faleminderit shumë Alban që jemi ne. Faleminderit për ftesën në ide mirë së gjitha. A jemi të hutum, se unë e thash për veti s'paku, po ti hala ma kompetent duke pas punë edhe me profesor, edhe me student, a jemi të hutum? Nëse flasim për audiencën e Kosovës, unë mendoj që audienca e Kosovës mund ta konstatojmë që me faktin që kalon më shumë se 6 orë, 8 orë në ditë në media sociale, potenciali shumë i madh që këta njerëz të jenë të votuar edhe të ngopur në të njëjtën kohë me informacion. Për publikun veç me botë qartë që informacionet nuk janë lajme. Informacionet janë informata, janë tekste, video, fotografi, cilat i ka publiku dikush, që na humbi kohë gjatë gjithë ditës duke i pa nëpër media sociale, por në esencë ato nuk kanë kaluar për një proces normal të prodhimit të lajmit edhe të përgjithsisht përmbajtjes informative që prodhohet në media. Këtu po flas sidomos për media sociale e viteve të fundit, sidomos për TikTokun, me që shumë krijues përmbajtjesh tash e kanë si platformën kryesore ku shpërndajnë informacion. Është interesante në kuptim të asaj që shumë njerëz sot kanë fituar shkallësi të ngjashme me të gazetarëve. Platformat e tilla të mediave sociale i mundsojnë që të publikojnë materialet që ngjasojnë me materialet e gazetarëve, po që në fakt nuk janë përmbajtje gazetareske për shkak se nuk kanë kaluar në procese normale të prodhimit të produktit informativ në gazetari, që është verifikimi, që është balansi, që është kontaktimi të gjitha palëve në kuptim të përditësimit ose në kuptim të krijimit të integritetit të informacionit ose plotnisë informacionit në respektim të standardeve. E tha shumë mirë këto informacionet nuk janë lajme. Po. Qysh me dallu njerëzit që nuk i kryjnë së paku 3 vjet shkollë në fakultet, me bo dallimin cili është informacion, cili është lajm. E para dhe më e rëndësishme është me dyshu. Mendoj që formula është dyshoj prandaj ekzistoj në media sociale, për shkak se këta krijues të përmbajtjes mashtruese në media sociale kanë predispozita me kuptu mënyrën se si njerëzit e shohin botën, edhe me ofru informacion të shtrembrum, dezinformat, forma tjera të çrregullimit informativ, të cilat ata i bëjnë që të ndihen mirë kur i lexojnë ose i bëjnë që të vërtetojnë paragjykimet e tyre për problemet e shoqënisë. Qysh ndodh kjo? Ose qysh me thjeshtu hala ma shumë për një publik që ndoshta nuk ka informacionin e duhur për këtë çfarë diskutojmë na. Nëse ke lexuar një përmbajtje edhe ke thonë, "Ha bash kjo është mendimi jam 100%", bash aty fillon me gjyku. Dysho, për shkak se qëllimi kryesor për njerëzve që prodhojnë dezinformatën, që prodhojnë forma tjera të çrregullimit informativ, është ky, që ti mos me dyshu fare. Mos me pas asnjë rezervë ndaj asaj që po e lexon, ndaj asaj që po e sheh si fotografi ose si video. Ky është hapi i parë dhe më i rëndësishmi për njerëzit që gjykojnë çka po shohin. I dyti pastaj normalisht është i rëndësishëm shumë burimi i informacionit. Pra faqja, a dihet kush janë ata njerëz, mashallah me Klohani studiusi i rëndësishëm e media sot, mediumi është mesazhi. Vetë mediumi është mesazhi. Pra shumë e rëndësi kush e publikon. Nëse ajo faqe është faqe anonime, teksti përmbajtja nuk ka emër autori, nëse nuk kanë impresum ato mediume, në kuptimin nuk kanë informacion se kush është antar të redaksisë, kush e njerëzit që e krijojnë atë përmbajtje, shton e gjykimin më shumë. Tash për profesionistë fushës,
mund të shikojnë edhe te po zonë ma janë të regjistruar ato biznese në Agjencinë Kosovare të Rregistrimit të Bizneseve. Për njerëzit e rëndom që në kuptimin që s'kan lidhje me gazetari. Po, shumë punë, por sot jemi të ekspozuar ndaj një ndryshimi të madh teknologjik që i ka prish dy kufi të rëndësishëm, që i ka pas sfera publike më herët edhe gazetaria. Ata dy kufi është i pari është kufiri hapësinor, fizik i hapësirës, edhe i dyti është kufi kohor. Po mundohem me i shpjegu shumë shkurt. Çka i bjen kjo hapësinor fillimisht fizik? Gazetat deri në vitin 2020 janë botuar në Kosovë, kanë pas 36 faqe, 42 faqe, varësisht sa faqe ka dalë gazeta, pra ka pas një kufizi fizik të idesë se çka botohet. Dhe nga 200 ngjarje pas vend me fjalë tjera me shti krejt zhvillimet që 200 ngjarje që kanë ndodhur në Kosovë në botë, të cilat potencialisht kanë qenë lajme, redaksia dashmi i reduktu me i prodhu një 30 ose 40 lajme. E njëjta me edicionet qendrore të lajmeve të televizioneve për shembull. Po, veç se tash këtu kufizimi është kohor. Te radiot e te televizionet akoma ka, domethënë këtë kufirin kohor që po e diskutojmë, po webi 2.0 edhe media sociale e kanë prish qita dy kufi. Pra njerëz prodhojnë sa dush edhe kur dush. Duke qenë kështu, tani bjen vlera asaj që prodhohet si lajm. Kur ti ekspozohesh pastaj edhe ndaj informacioneve që shiten si lajm, edhe mund të prodhoj çdo kush, e të shpërndaj çdo kush në media sociale, kjo në kuptim formal, demokratik, të lirisë është jashtëzakonisht arritje e madhe për njerëzimin. Por në kuptim të shpërndarjes së dezinformatave, po themi që kjo ka qenë kushtimisht një benzinë në zjarrin që tashmë ka ekzistuar edhe para internetit. Po pas ka qenë mirë ky kufizimi kohor. Jo, nuk po flasim për në kuptimin e filtrimit të informatave, sepse jo gjithçka ke mujt. Jo, mendoj. Ajo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht. Teknologjia ka ndikuar që pastaj njerëzit të prodhojnë për mbajtjen ngjashme si gazetarët ato që janë aty diskutu, domethënë ato dezinformatat e forma tjera të çrregullimit informativ, por akoma sot kemi mediume online të cilat e bëjnë po të njëjtin kufizim. Nuk i publikojnë të gjitha informacionet, i përmbushin të gjitha standardet, por profesional. Te publiku tash është një çështje tjetër që duhet të krijojë gjykimin se prej kujt po informohet edhe me çfarë përmbajtje. Sepse ideja themelore është këto dy elemente me i diskutu, pra përmbajtjen që është me kriju një gjykim në mënyrën se si është thonë, a është fakt, a është opinion, a është analizë e dikujt, sepse kjo është një prej problemeve kryesore sot në sferën publike, që evidenton edhe PISA, po zonë si rezultat i përgjithshëm i trive në botë. Që na thotë që s'di me lexu. 1 në 9 fëmijë, sipas rezultateve të fundit PISA-s në mesatarja botërore, 1 në 9 fëmijë arrin me dallu apo lexon fakta opinion. E kjo është shqetësuese kur Kosova është në fund, i bën që proporcioni është 1 në 27, 28, 30 njerëz që mrin me dallu apo lexojnë fakt a opinion në një përmbajtje, ose apo shohin fakt apo shohin opinion. Kjo bën audiencën tonë kogja të ekspozuar ndaj dezinformimit, përgjithsisht. Kur jenë atë llojet ose të gjeneraturët, nuk kam qef shumë me fol për llojet, sepse ato ndryshojnë shpesh, po kam qef me fol për gjeneraturët që e gjenerojnë dezinformimin. Nëse i grupojna kush përfiton prej dezinformimit, mund mi gjetë një 3 kategori. Të cilat janë? E para është politika. Politika prodhon dezinformata me qëllim përfitimit politik, përkrahjes politike, mes kandidatëve të njëjtës parti politike ka njerë, edhe në mes partive politike. Kjo është një farë, po themi, lufte e brendshme e prodhimit të dezinformatave. E dyta janë... A mundemi, para se shkute e dyta, a mundemi me konkretizu pak, me pa që shduket në shembull i një manipulimit tillë ose dezinformime? I fundit që po më kujtohet është një dezinformat që më thonë shumë gërzez e publikume ndaj ish kryeministit Abdullah Hoti, publikohet një afishe e vdekjes së tij në internet nga një profil edhe shpërndahet në masë të madhe për njerëzve duke besuar që është e vërtet. Edhe ai profil që ka shpërndarë me shumë gjas nuk ka qenë askush. Absolutisht nuk mund të verifikohet në asnjë situatë që ai person fizik, normal, me identitet plot. Pra, kryesisht është, domethënë, të dhënat atij profilit japin mundësi me gjyku që ai është profili rrem.
esencialisht. Edhe në kësi rasti, profesor, qysh mundet me rrjedh në një situatë hipotetike gjithmonë, sepse nuk kemi informacion në mos të bojmë edhe na shpërndarje të informatave të paverifikume. Por në një situatë hipotetike dhe nga praktika tashmë të dëshmume, e kemi një profil i cili ka dyshime për ta, nëse ekziston apo nuk ekziston. Kush edhe qysh mundet me fillu me nxit qatë profil, me shpërndani Ideja themelore është që dezinformatat përdoren si luftë politike. Vetë partitë politike i gjenerojnë këtu përmbajtje. Profilet e rreme mas pari, kur kanë arsye me sulmu politikanë të tjerë, jo përmes linjave zyrtare, po përmes formave jo institucionale, jo zyrtare të tyre. Edhe në këtë mënyrë me mirëmbajt një narrativ të cilën e kanë për kundërshtarin politik. Edhe këtu nuk e banë veç lëvizjave të vendosit që është aktualisht pushtet, e kanë bo edhe partitë të tjera, normalisht vetëvendosja në këtë situatën mendoj që e ka perfekcionu këtë lloj të mënyrës fragmentimit të audiencës për mi ofru informata caktuar një grupi të caktuar. Edhe dezinformata një grupi tjetër të caktuar. Pastaj sepse në këtë mënyrë e mban rrëfimin e madh për veten në publik, edhe kjo ndikon pastaj në rezultatin zgjedhor. A kërkon shumë shkatësi kjo, edhe shumë angazhim, shumë resurse, shumë... Kërkon tash, po kërkon resurse, kërkon njerëz, kërkon angazhim, pasi lloj diskutim. Me lajme të vërteta dhe mezi po ja dalë në plot situatë. Tash imagjinoj me pas një punë me kriju kështu. Është shumë lehtë me shkru dezinformatën se sa lajmin në parim, për shkak se lajmi duhesh me verifiku, duhesh me i kontaktu 4-5 burime, ndërkohë që dezinformatën e marron vetë mbas imagjinatës tonë. A duhet strategji edhe për ta, me ditë çka i të dash me bo? Po, për shkak se duhesh me njoft audiencën çfarë paragjykime kanë, në mënyrë që me ja vërtetu aty në paragjykimet në një kanal më të madh. Krejt kjo është ideja e funksionimit të dezinformatave. Po grupi i dytë i dezinformuesve ose i generatorëve të dezinformimit në Kosovë janë disa faqe që kanë kriju shkatësitë ngjashme me gazetarët, janë faqe dyshimta për shkak se nuk janë të regjistruar në Agjencinë Kosovare të Regjistrimit të Bizneseve, nuk janë organizata jo qeveritare, nuk janë mediume normale në Kosovë të regjistruara. Janë faqe të cilat shpërndajnë linqe të websajteve të ndryshme me qëllimin kryesor që të gjenerojnë web qarkullim. Web qarkullimi ose klikimi, aty ne ju mundson pastaj që përmes marrëveshjeve me Google AdSense-in edhe format të tjera të reklamimit online, me fitu centa për klikime, për kur ato klikime bëhen miliona në një përmbajtje, centat bëhen miliona mira euro në qarkullim. Tash, ideja themelore është ky është një grup tjetër i dezinformuesve, të cili nuk ka shumë qëllim dëmtimin politik ose dëmtimin, po themi, strategjik të Kosovës, por qëllimin kryesor kanë fitimin e parave, normalisht në mënyrë pandershme, jo etike, të paligjshme, esencialisht. Por, nëse vazhdojmë tutje, edhe shohim grupin tjetër, për i cili menoj unë përbën problemin kryesor të rasti i Kosovës, është dezinformatat që prodhohen për Kosovën nga jashtë Kosova. E të cilat e kanë disa qëllime. Shembull, te rasti i Kosovës, prodhuesi kryesor i dezinformatave është Serbia. Edhe mrin me i mbajt pakicën serbe në Kosovë të pa inkuadruar përmes këtyre dezinformatave. I kanë disa narrativa kryesore të cilat i rigjenerojnë kohë pas kohe. Cilat janë? Shembull, Kosova nuk është shtet për ta. Ndërhyrja e NATO-s ka qenë agresion. Domethënë, akoma trajtohen si të tilla, edhe pse botërisht është evidentuar dhe vërtetuar që ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999 ka qenë për të shmangë katastrofën humanitare të cilën e ka shkaktuar regjimi Miloševićit. Këto janë faktet të evidentuara publike. Por megjithatë, Serbia mban narrativat e rreme edhe prej viteve 90 për Kosovën. Po që tash këto ma trejat, po flasim mas Banjskës, mas rastit kur kryetarët e komunave në veri të Kosovës zgjedhën shqiptarët për shkak të bojkotit të serbëve atje, Lulzim e Temi zgjedhet në Leposavić. Ata kopjojnë, është shumë interesante se ka një taktikë të ngjashme me ato se çka përdor Rusia për Ukrainën. Po në protestat që mbajt kundër Lulzim e Temit si kryetar në Leposavić,
kemi pas raste kur serbët lokal, këto ka evidenca në mediat e Kosovës, që kanë transmetu prej atje, kanë vendos yjet të Davudit në telat me gjemba të këforit për rreth. Cili është rrëfimi i yllit të Davudit në këtë rast? Rrëfimi është ky, që ylli i Davudit i reprezenton ata si hebrejt e luftës së dytë botërore që janë duke hequr ose duke vuajtur nga një regjim nazist. E këtë pastaj e shoqërojnë deklaratat e zyrtarëve të ndryshme të qeverisë Serbisë, të cilët e quajnë edhe Lulzim Etimin, edhe Albin Kurtin, edhe zyrtar tjerë të Kosovës si nazist. Të njëjtën strategji e ka përdorur në vitin 2022 Rusia kundër Zelenskit. Putini e quan vet direkt Zelenskin si nazist, sepse kjo ngjall një reminiscencë, një kujtim të mëhershëm të këto dy lloje të popullsisë ndaj një regjimi që ka ekzistu para 70 viteve në Evropë, edhe që është zhvillu lufte ashpër ndaj tyre edhe në Rusi edhe në Serbi. Kur po e hedhim këtë paralele dhe kur po i përmendim Rusinë edhe Serbinë, profesor, a e merr Serbia si shembull Rusinë, qysh me propagandu, apo Rusia e përdor Serbinë si një mjet në Ballkan? Të kuptoj pyetjen, është shumë e vështirë. Unë kam bërë një hulumtim para një 3 vitesh bashkë me një koleg timin për organizatën Hibrid.info, për duke i krahasu pikërisht narrativat që përdor Rusia për Ukrainën edhe Serbia për Kosovën. Problemi është që ato marrin nga njëra tjetra, ushqejnë njëra tjetrën, por nuk mundesh me evidentu kush kë kopjon. Për një arsye, sepse po e zëm këtë që po e diskutuam më herët për Leposaviçin edhe përdorimin e termit nazist për qeverinë e Ukrainës ose qeverinë e Kosovës, e ka përdorur e para Rusia. Por mohimin e masakrës në Buqa, që kanë bo rust, duke përdorur të njëjtën strategji, e kanë përdorur të njëjtën strategji që e ka përdorur Serbia për masakrën e Reçaput. Ata mohojnë faktet, e quajnë si një skenim ndërkombëtar atë çështje. Të njëjtën gjë ka bërë Rusia për masakrën e Buqës, por këtë e kanë bërë më herët serbët te rasti i Kosovës. Prandaj është shumë vështirë, por është shumë e sigurt që është e njëjta shkollë, e njëjta mënyrë mendimi e prodhimit dezinformatave. Ndërkohë se po na iskoha tepër shpejt, qysh po i përgjigjet Kosova këtyre manipulimeve, narrativave, propagandave? Në fakt apo i përgjigjet fillimisht? Fatkeqësisht këtu çalojmë shumë. E para, punë që duhet më u bë te rasti i dezinformimit në narrativat dezinformuese ndërkombëtare kur po folim, është që Ministria e Punëve të Jashtme me pas një kundërverzion, me pas versionin e të vërtetës të publikum bazuar në fakte, e cila denoncohet publikisht. Na nuk e kemi rrimë as këtë shkallë fatkeqësisht. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk është dashur me qenë vështirë kjo me. Jo, absolutisht, mjafton me publiku fakte. Me publiku të vërtetën tënde. Absolutisht. Ka vetëm një rast ku Kosova ka fituar në arenën ndërkombëtare sa i përket narrativave. Është rasti i Banjskës. Në ditën kur ka ndodhur Banjska, në shtator të vitit para 2-3 vitesh, presidenti i Serbisë ka dalë në një konferencë të gjatë për shtyp, duke u munduar me arsyetu këtë si një rebelim të serbëve lokal. Ndërkohë që 2 ditë më vonë qeveria e Kosovës ka publiku dëshmi me video që ato grupe në fakt janë stërvitë në Serbi. Edhe kjo ka qenë i vetmi rast, po absolutisht mënyra e duhur që duhet me i përgjigj pretendimeve të rreme që i krijon Serbia. Edhe në ditën kur ka ndodhur sulmi, profesorun e mbaj mend, kam qenë transmetim drejt për drejt gjatë gjithë ditës dhe ka pas reagim të menjëhershëm të institucioneve, në kuptimin që pa mbrim mesdita kanë dalë kryeministri, ministrat kanë dhënë informacione aq sa kanë pas, duke parandaluar në një farë forme ndërhyrjen e çdo narrative. Eskalimi në tutje. Po, kjo në kuptim të deklaratave po kur po flasim për faktet, ato kanë ndodhur një ditë më vonë, është shumë mirë që kanë ndodhur një ditë më vonë, sepse sot në arenë ndërkombëtare dëshmia ose dëshmitë që i ka paraqit qeveria e Kosovës janë dëshmia që e argumenton atë se çfarë ka ndodhur vërtet në Banjsk, në agresionin, në sulmin terrorist që ka ndodhur në veri të Kosovës nga grupe që janë organizuar dhe trajnuar në Serbi. Ndërkohë që në vazhdimsi
Serbia është mundu me paraqit këtë si rebelim të serbëve lokal ndaj pushtetit të Kurtit, bile aq i poshtër ka qenë një krahasim që është bën nga ona e presidentit Serbisë, sa që është mundu ta krahasoj rezistencën e jasharave në shtëpitë e tyre me organizimin e sulmit terrorist që është bën në Banjsk. Duke u viktimizu pak në paraqitje publike së zakonisht. Kjo pjesa e institucioneve, shtetit, qysh kishte qenë mirë me u mbrojt, po them kushtimisht, ose me u kundërpërgjigj këtyre narrativave. Po në anën tjetër, mediat, qysh e shihni qëtë raport, profesor, sa janë të kujdesshme, sa kanë resurse njerëzore, mediat me qenë të vëmendshme, mos me i leju këto narrativa me na ardh kështu të plasume edhe në mediat Kosovës, që ka diskutime të tilla, që ka raste, fatmirësisht nuk janë të shpeshta, por ka. Unë kam qef me nda një punë këtu, mas pare kam qef me nda mediumet në kuptim gjusor, pra cilis audienci shërbejnë, mediat që shkruajnë edhe transmetojnë në gjuhën serbe. Jo, po flas për mediat në gjuhën shqipe, mediat kryesore nëse flasim për mediat kryesore në Kosovë, mediat mainstream në Kosovë nuk ka probleme të tilla, nuk mundesh me gjetë. Ka faqe, ka grupe, ka prodhim medial ose dezinformues në media sociale që qarkullon e që përkthen narrativën serbe në gjuhë shqipe edhe publikon për audiencën e Kosovës. Edhe këtu, po ne kjo nuk është na i farë zbulimi, na i kena edhe versionet e lajmeve të Sputnikut e të Russian Today që publikohen edhe në Shqip. Kemi mas ne edhe versionet e mediumeve serbe që transmetohen të na. Por te mediat kryesore mainstream nuk janë të përfshime në rastin e Kosovës. Absolutisht nuk i kalojnë filtrat e verifikimit që i kanë mediumet kryesore. Por lajmi i keq është që qeveria jonë pastaj përdor që të sulm që i vjen për Serbisë për me delegitimu kritikën që i bojnë mediumet qeverisë. E kjo është problem tjetër. Mediat në Kosovë duhet me qenë kritike ndaj secilit pushtet, sepse është detyrë e tyre. Po e mbajnë përgjegjës për secilin pushtet, jo vetë qeverinë, edhe legislativin, edhe ekzekutivin, edhe të gjitha agjensitë publike shtetërore. Por kjo nuk duhet në asnjë moment me u ngatërru me luftën hibride që bën Serbia në drejtim të Kosovës me ndërhyrje, me dezinformata, me forma të tilla, sepse atu nuk janë përmbajtje që i gjejnë te mediumet kryesore në Kosovë. Kjo po i bën që fakultetet që ofrojnë gazetari po e kryjnë punën mirë. Po përgatisin gazetarë të mirë. Po, unë mendoj që po. Këtë gjë mund ta bazoj në disa të vëna, kur folim për kuadrat që prodhohen po zon prej departamentit të gazetarisë në shtet Prishtinës ku unë punoj, mund të them që statistikat na tregojnë që mbi 85% të tyre janë të punësuar në mediat kryesore në Kosovë. Çmimet kryesore për gazetari ulëmtuese i marrin ata. Domethënë po zon në ndarjet e këtij fundviti nga 20 diçka çmime që nda për fusha të ndryshme, diku te 18 kanë qenë ish student të departamentit gazetarisë, kjo na bën padyshim krenar. Na nuk pretendojmë që një student që e kryen vitin e tretë ka me qenë perfekt, sepse s'mund me qenë asnjë doktor që e përfundon shkollimin nuk mundet pa përvojën e duhur me qenë doktori perfekt, por jemi shumë të sigurt që na i ofrojmë tregut të medias kuadro mjaft përgatitura të cilat mujnë me informu drejt publikun në Kosovë. Në bazë të diskutimeve që i patëm deri tash, tu e pas parasysh edhe këtë ndërhyrjen e këtyre faqeve, njerëzve të cilët po shesin kontent duke mos treguar që nuk janë gazetarë, publiku i cili nuk po din me dallua janë apo s'janë gazetarë, thjesht po e merr çat informacionin që në plot raste ai e çon lajm, si profesor që jeni, keni eduku brezat të tanë në gazetari edhe vazhdoni me eduku, a jeni ma shumë të shqetësuar, a jeni pesimist o optimist për të ardhmen e gazetarisë? Unë mendoj që gazetaria përkundër sfidave që i ka aktualisht, e të cilat lidhen edhe me këtë që ju po e diskutoni, pra me hyrje në treg digital, në ambient, në sferë digitale edhe të disa profesioneve të reja, mendoj që gazetaria ka me vazhdu me qëndru normalisht shumë më e sfiduar se sa më përpara,
për shkak se po e zom sot një i ri ka mundësi me pa në telefonin e tij jo vetëm një gazetar, ka mundësi me pa edhe një tiktoker, edhe një influencer, edhe një zyrtar të PR-it, edhe një politikan që prodhon përmbajtje ngjashme me gazetarët, edhe ata prodhojnë video. Por çka duhet me pas parasysh trit edhe çka duhet me pas parasysh shoqënia përgjithsisht është që ata nuk e kanë qëllimin e gazetarëve. Domethënë, profesionet si tiktokeri, influenceri, youtuberi, politikani, zyrtari i PR-it, spin doktori, ai nuk e ka qëllim me informu në mënyrë objektive për çështjen. As me e thonë të vërtetën, ai po zom influenceri ka për qëllim me ndiku të ti në zgjedhjet që ti bën për shkak një produkt caktuar, për një produkt ose për një ide ose një diçka tjetër. Politikani me të bë për vete në kuptimin e idesë së tij politike, ndërsa i vetmi gazetari është ai që ka synim me e thonë të vërtetën shoqëni. Unë kam shumë shpresë që shoqënia jonë duhet me i marrë disa hapa bazik, mas pari. Njëri prej tyre është me e bë edukime për media si lanë obligative në shkollim publik. Kjo kish me ndihmu trit me i dallu këto që apo diskutojnë ana, edhe me e gjyku vetë për mbajtjen, sepse krejt ideja është në fund secili qytetar që ka qasje në informacion me kriju një gjykim për përmbajtjen. Tash, pse jam optimist, është se mendoj se trit gjithmonë ma shumë po zgjedhin edhe kanale alternative të informacioneve që do duhet i merreshin në shkollë publike, edhe në këtë mënyrë, po në mënyrë jo formale, po formësohen edhe për shkallësitë që lidhen për mediat. E kjo, nëse ky trend vazhdon, kena me pas një grup trive, një shoqëni e cila ka me pas mundësi me dallu gazetarin prej profesioneve tjera që kanë hyrë në sferën publike, që s'kanë ekzistuar më herët para botës digjitale. Sakt, edhe jam shumë optimiste për këta tri që i kanë krejt mjetet në dispozicion, edhe gjithashtu e kanë mendjen goxha më të hapur se na kur kemi qenë në moshën e tyre. Spaku prej kontakteve që unë kam pas me disa Po, lidhet shumë me rrethonat në cilat rriten ata, dhe jemi rritur ne. Është shumë mirë që ata nuk i kanë rrethonat që i kemi pas ne dikur, është shumë mirë rrethonat që i kanë, por normalisht është shumë mirë që të orientohen, që kohën e tyre ta shfrytëzojnë, po themi në një formë të edukimit që mund me qenë jo formale, po që ju ndihmon atyre me gjyku që të përmbajtje që janë aty diskutim. Shkallëci dhe zhvillim tepër i rëndësishëm për ta dhe për shoqëninë në përgjithësi. Faleminderit shumë profesor, faleminderit për kohën. Faleminderit dhe ju për ftesën, gjithmonë është kënaqësi me diskutu për tema tilla edhe me profesionistë tillë për këto probleme. Unë tentova kanjëherë me mbajt këtë nivelin zyrtar me të drejtu profesor, por në anën tjetër s'po moj me dal prej afërsisë që e kemi pas edhe e kemi si profesionist fushës me të drejtu si Alban. Alban, faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën. Miru pafshim në episodin e radhës.